Rayan Aluan mund të jetë vrarë pas një komploti të dy prindërve të saj. Kjo është pista e re ku po hetohet pas rrëfimit të miqve të 24 vjeçares, e cila u masakrua me thik nga jati në një shtëpi me qira më 22 shkurt në Tiranë. Miqtë e 24 vjeçares palestineze kanë treguar për redaksinë e Balkan Web se 24 vjeçaria ishte divorcuar nga bashkëshorti pasi ky i fundit abuzonte me të dhe e dhunonte. Dy fëmijët e saj jetonin me të atin pas divorcit, pasi me sa duket ky është një rregull në Liban. Duke dashur që të takonte fëmijët e saj, ajo pranoi ofertën e të atit që të shkonte bashkë me të në Liban, por në momentin e fundit e ëma e ka bindur që fillimisht të vinë në Shqipëri dhe më pas të ikë në Liban. Si duket që në fillim plani i tyre ka qenë që ta vrisnin në Shqipëri. Pas krimit, nëna e Rayan Aluan ka njoftuar miqtë të re se 24 vjeçaria kishte ndërruar jetë për shkak të një aksidenti automobilistik në Gjermani. Babai i saj, Fadi Aluan, është ende në kërkim. Pas krimit, ai është larguar menjëherë jashtë territorit të Shqipërisë në drejtim të Greqisë e më pas në Holand. Aktualisht dyshohet se fshihet në Liban.